Në mbyllje të këtij emisioni, na jep një këshill të fundit. Unë e këshilloj patjetër veten time radh parë, por edhe çdo njërin. Nëse duam që të na ruaj madhi Zot prej të këqijave, prej fatkeqësive, me qenë të rregullt me urdhrat e Zotit, me namazin. Me u mundu dhikër mëngjesi, dhikër mbrëmje. Dhe sa të kemi mundësi me u gjindë të tjerëve. Nuk është kusht vetëm ana monetare, se dikush mund të thotë që nuk ka mundësi unë ekonomike me... Ti ndoshta mundësinë ekonomike nuk e ke, po ndoshta mund të kesh një fjalë, e ke një mik diku që ndoshta ai po ja vonon një çështje, po ja vështirëson një çështje, ndërkohë që ajo pra është e drejta e tij. Atëherë ndihmon që ta fitoj drejtën. Ndoshta nuk i ke as to mundësi, po fjalën e mirë e ke. Ke mundësi të bësh lutje për to, që Zoti t'ja lehtësoj. Pra, ke shumë porta që ti mund t'i gjendesh njerëzve.